Ndaj prej gabimeve që bëjmë, nuk është qëllim renditja, thjesht po i përmends, pra nuk është qëllim që kjo është më rëndësishme se tjetra, po thjesht një renditje pa pas qëllim rëndësinë e tyre. Është që besimtari, studenti, lë mënjan anën shpirtërore dhe besimin. Pra nuk kujdeset. Dhe mos kujdesja ka shumë arsye, po një nga arsyet që është normale, që nuk ashtu thotë elhamdulillah ne jena musliman, falena, agjërojmë edhe mendon se me kaq e ka kryer. Dhe lë mënjan funizimin e shpirtit të tij, e zemrës së tij, me ato gjëra që e bëjnë që gjithmonë të jetë e gjallë, gjithmonë të jetë e ndjeshme. Ndaj, nëse dikush do të vi tani dhe thot elhamdulillah, unë e ha nga dregën, kështu që s'ka nevojë për darkë, po edhe nesër s'ka nevojë, po e pas nesër s'ka nevojë se kam ngrënë një vakt mirë. Si mendoni ju? Ka nevojë ajo? A ka nevojë ajo? Patjetër që ka. Dhe organizmin që ka vënë Allahu subhanahu wa taala do filloj të japi sinjale që uria shpejt, sepse nuk po, trupi ka nevojë për ushqim. Dhe elhamdulillah njeriu e kupton që ka nevojë për ushqim dhe shkon tek tavolina në varësi të mundësive furnizohet. Po kur shpirti ka nevojë për ushqimin e vet, shumë herë ne nuk i kuptojmë ato sinjalet. Dhe neglizhojmë, themi asë, elhamdulillah në rregull. Dhe ajo uria vazhdon shtohet, gryen, derisa ta çoj shpirtin e njeriu, po e krahasojmë me trupin e njeriu, në një sëmundje. Që i thon sëmundjet e keq ushqyerjes, apo jo? Dhe po e la shumë mund shkoj edhe në vdekje. Dhe ti akoma nuk e ndjen. Pse? Sepse ato që çojnë sinjalin nuk funksionojnë. Pra nuk funksionojnë dhe si rezultat ti mendon se elhamdulillah çdo gjë është në rregull, po shpirti është të vujt. Pra kur them shpirti kam për qëllim anën shpirtërore, besimi, zemra e njeriu. Dhe ndoshta kur të kujtohesh, do jetë shumë vonë, ose është e vështirë që ta ringjallësh kur i themi ne, ose kostua shumë e madhe. Pra kostua mund të jetë shumë e madhe. Me kuptim duhet shumë lodhje, shumë mund që ti të fillosh shpirtin tënd të japësh ato elementet e gjallërisë. Ndaj o vëllezër, shumë herë ne e keq ushqejmë shpirtin ton, ose nuk i japim gjë fare. Dhe ashtu që trupi ka ushqimet e veta, edhe shpirti ka ushqimet e veta, që janë shumëta. Pra adhurimet, përkujtimi, e të tjera. Ndaj duhet jemi shumë të kujdesshëm që të kujdesemi për anën shpirtërore tonë. Dhe mos ta lëmë që të vuaj nga ushqimi. Dhe mos të bazohemi në këto termat e përgjithshëm që unë jam musliman, elhamdulillah, na ruan Zoti, kena besimin në rregull, gjëra të tilla që teorikisht janë në rregull, po kur vim praktik, hasim shumë probleme. Qysh ndodh ndonjëherë në mesin ton, kena një shok, një mik të mirë, themi elhamdulillah, ne na shok e mik, edhe kështu që nuk i vëmë rëndësi të kujdesemi, nuk i vëmë rëndësi mirësjelljes me të, gjithmonë e lëndojmë, gjithmonë e prekim dhe duke u bazuar që ne jena rrit bashka, kupton? Po, ti vërtet ke miqësi, po e preke, çfarë do ndodhin?
do filloj të zbehet. Edhe çështja e shpirtit tonë dhe e zemrës tonë. Kur ne bazohemi në këto gjëra që elhamdulillah jemi musliman, por nuk e ushqejmë, me kalimin e kohës do të dobësohet. Ndaj dhe ne e dim që besimi ngrihet dhe ulet. Por në moment me çfarë ngrihet? Ngrihet me shumë gjëra, pra punë e mira në përgjithësi që themi. Po në moment që ti nuk i bën këto punë e mira, a do ngrihet besimi? Jo pra. Po do filloj rënien, derisa të shkoj tek rënia e lirë, e pastaj hajde kthehem mbrapa. Ndaj ti vëm shumë rëndësi që ta ushqejmë shpirtin ton, zemrën ton me punët e mira, të cilat janë shumëta, të cilat na mbajnë ne gjallë. Pra na mbajnë ne të jemi gjallë. Sepse secili prej nesh për shembull të bëj një krahasim ndonjëherë me periudhën e parë që ka pas kontakte me xhamin, me besimin. Si ka qenë? Ka qenë më i përkushtuar në përgjithësi, pra ndodh. Ka pas më merak se shif se mos gaboj, mos bëj diçka gabim, mos diçka nuk e bën që duhet. Po me kalimin e kohës, fillon dhe çfarë ndodh? Nuk e kam më këtë ndjeshmëri. Për këtë arsye futet në namaz me imamin, Allahu Ekber pas imamit. Pastaj mbajnë mend kur imami thotë selamu aleikum wa rahmatullah. Te çfarë sure lexove shumë rekatën e parë? S'di. Po çfarë them sejdë? S'di. Pse? Sepse ai bër diçka mekanike, pra. Kur i themi ne si teknologjia, shtyp butonin dhe vazhdojnë zinxhir. Edhe ne Allahu Ekber e shtypëm butonin, fund fare stop, selam aleikum wa rahmatullah dhe krye. Dhe nuk kemi më atë ndjershmërinë, për shkakun që ka namazi, për qëndrimin namaz, me qenë i vetëdijshëm kur janë namaz, e të tjerë.